Ky është momenti i votimit në Këshillin Bashkiak të Kamzës për listën e familjeve përfituese nga programi i përmirësimit të banesave. Është data 24 janar 2025. Ka pyetje? S'ka diskutime? Jo, ajo do të kush është për? Pa kundra? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Miratorë. Sipas programit kombëtar të strehimit social për vitin 2025, Bashkia e Kamzës do të përmirësojë kushtet e banimit për 42 familje. Këto janë nga komunitetet të varfra dhe të pafavorizuara. Pas shprehjes së vullnetit të këtyre këshilltarëve nis propaganda që mbulon korrupsionin me paratë të varfra. Pas shprehjes së vullnetit të këtyre këshilltarëve nis propaganda që mbulon korrupsionin me paratë të varfërve. Tre këndëshi, kryeministri Rama, kryebashkiaku Rakip Suli dhe Safet Gjici në rolin e biznesmenit janë protagonistët që përcaktojnë fatin e këtyre familjeve. Safet Gjici sapo ka dalë nga burgu pas dënimit për korrupsion që pasoi skandalin seksual në zyrën e kryetarit të Bashkisë Kukës. Tani Rama po e rehabiliton ish kryebashkiakun me shpejtësi dhe po i jep tendera përmes zyrtarëve të besuar. Kryeministri Rama në këtë rast vepron përmes ministrit Blendi Gonxhe, të cilit i kanë dhënë në dorë të gjitha tenderat dhe projektet e rëndësishme. Megjithatë, Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka pasur agjendë të ngjeshur, prandaj është kujtuar për këtë projekt në qershor të vitit 2025. Ministri Blendi Gonxhe bëri të ditur se me një investim prej 46 milion lekësh do të realizohen ndërhyrjet në banesat ekzistuese, duke garantuar kushte më të mira jetese për familjet përfituese. Ky është një model i angazhimit konkret për përfshirje sociale dhe zhvillim të barabartë në çdo cep të vendit, theksoi ministri. Përmes programit kombëtar të strehimit social për vitin 2025, Bashkia e Kamës do të përmirësojë kushtet e banimit për 42 familje nga komunitetet e varfra dhe të pafavorizuara. Kjo fal projektive fituese të mbështetura nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Këtu nis abuzimi me paratë e caktuara nga buxheti i shtetit për strehimin. Bashkia e Kamës ka regjistruar tenderin me 15 korrik 2025, që në fakt rezulton një farsë. Prokurimi ka si objekt përmirësimin e banesave ekzistuese për komunitetet e varfra dhe të pafavorizuara.